Përshëndetje zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Informacion. Do të flasim ditën e sotme sa i përket emigracionit dhe krahut të punës. Do të flasim pikrisht për ata të rinj të cilët zgjedhin që të kthehen në Shqipëri, por në krahun tjetër sërish largohen nga vendi. Është me të vërtet një problematik e cila na vjen edhe nga një sondazh austriak, i cili kanë nxjerrë në pa se gjysma e emigrantëve shqiptar që janë kthyer në atë duan që të largohen sërish. Por pse ndodh kjo që gjysma e emigrantëve që kthehen duan që të largohen sërish? Do ta shpjegojmë me dy sipërmarrëset që kam në studio, zonjën Blerina Gjuriqi, kënaqësi që ju kam në studio. Zonjën Suzana Aga, kënaqësi që ju kam në studio. Gjithashtu do të na bashkohet pas pak edhe specialistja për çështjet e punësimit, zonja Gertiana Asalla. Po e nis me ju, zonja Gjuriqi. E vreni në terren pra ata të cilët kthehen nga emigracioni sërish duan që të largohen? Në fakt, unë dua ta nis duke qenë që ne në vitet 1990-1992 ishte eksodi më i madh i emigrantëve, të cilët normalisht, duke qenë që kishte ndryshime rrënjësore në ndryshimin e këtyre dy sistemeve, mund të them që ndoshta gjysma e popullsisë shqiptare në ato kohë emigroi. Dhe siç duket, me kalimin e viteve, duke qenë që ne si popull mendoj që na prevalon një idealizëm i theksuar, dhe ndoshta te pjesa e këtyre emigrantëve të cilët janë kthyer këto vitet e fundit ndikon edhe PR-i, i cili mund të them që ka qenë në masa të tepruara në lidhje me Shqipërinë kundër botës së huaj. Kundër botës së huaj, domethënë të cilët PR-i ka ndikuar tek ta shqiptar që ndoshta do ishte më mirë nëse ne do ktheheshim në vendin tonë, duke qenë që nëse kanë pasur 2 depozita diku ose diçka, duan patjetër që sepse unë kam personalisht familjar edhe unë e shoh që dita ditës ata duan që të kthehen dhe të investojnë në vendin e tyre. Mirë po, problemi është se në momentin që edhe ata që e vendosin që të kthehen, e kanë shumë të pamundur që të përshtaten me të gjithë sistemin tonë, të cilin e kemi krijuar, ndoshta jo në format më të mira të mbushme gjatë këtyre viteve. E kuptoj. Zonja Aga, si mendoni ju, pse nuk e gjejnë veten ata të cilët kthehen? Ne shikojmë në fakt gjatë gjithë kohës në terren, dhe në intervista që bëjmë me kandidatët të cilët kthehen nga vendet evropiane për të ardhur në Shqipëri, kthimet nga vijnë, pra është një kthim me dëshirë për të investuar, nuk është kjo, se di a e ka të dhënë në sondazh, por kryesisht të kthyerit janë ata të cilët janë deportuar në vendet evropiane dhe vinë në Shqipëri. Çfarë ndodh? Në vendet evropiane së pari mundohen të kalojnë në mënyrë të paligjshme, që tani në 2025, në 2024, kjo nuk bën shumë sens. Dhe së dyti, nuk gjejnë veten sepse kryesisht nuk janë profesionist. Pra nuk ka ndonjë vend të Europës që nuk mirëpret një profesionist, por nuk ka dhe në Shqipëri vend që mirëpret ose nuk mirëpret punonjësit të cilët janë profesionistë. Pra Shqipëria i mirëpret dhe Shqipëria paguan njësoj si Europa. Në momentin që ti nuk ke një profesion, normalisht që nuk e gjen veten as në Shqipëri dhe as në Europë. Pse janë deportuar, janë kryesisht raste të cilët mund të kenë shkelur ligjin në Europë dhe normalisht nuk e gjen veten sepse nuk e gjen veten në tregun e punës. Sa njoftime pune keni ju sot për profesione në çdo fushë? Hoteleri, turizëm, ndërtim, fasoneri, pagat si janë? Pagat janë të krahasueshme në mënyrë absolute me Kroacinë. Pra, nëse nuk e gjen veten në një vend ku ne jemi duke importuar punonjës nga shtete të tjera, do të thotë që nuk e një profesion dhe nuk e zgjedhur që të bësh një punë të ndershme të ligjshme. E kuptoj, zonja Asalla, kënaqësi që u kam në studio. Kënaqësi të jem këtu. Po ndalemi tek. Do të bëja një ndërhyrje të vogël tek. Okej, në rregull. Tek Suzana, në fakt, unë dua ta kundërshtoj një çik këtë, sepse ne si vend që jemi, ndoshta në zhvillim e sipër dhe gjithmonë do jemi në zhvillim e sipër, nuk e shoh që mund të krahasojmë ndoshta as me vendet e rajonit. Jo me Kroacinë, por ndoshta edhe me vendet e rajonit tonë që janë Maqedoni, Malzi dhe Kosovë. Duke filluar dhe nga paga. Shifrave dhe vendimit të fundit që u morë. Sepse nëse ne kemi rritje paga, duhet patjetër që të ketë edhe inflacioni. Administrata tatimore mori një vendim që thot 80.000 lekë është minimumi. Pse u bë? Sepse de facto kompanit paguajnë minimumi 80.000 lekë, pra 800 euro.
pagat në Kroaci variojnë 800 deri në 1200 euro. Po, por në Kroaci kemi një meritokraci dhe në sipërmarrje, ndërsa këtu nëse këto paga mesatare janë marrë vendimet nga tatimet, vetëm do jetë një goditje për biznesin. Jo, nuk është goditje, është një goditje. Atëherë, vendimi është marrë në mënyrë që të shmanget informaliteti, sepse në terren dhe hoteleria u bën njëjta gjë dhe për hotelerin këtë vit, pra u njoftuan bizneset që të rrisnin pagat, sepse ka evazion dhe ne e pranojmë dhe themi, ok, ky është një vend që duhet të luftohet evazioni, por të thuash që pagat nuk janë njësoj si në Kroaci, kjo është e papranueshme, sepse bizneset shqiptare sot rekrutojnë punonjës të huaj, ku pagën e kanë 500-600 euro, japin akomodim, japin ushqim, pra i shkon një kosto 800 euro, dhe me çfarë logjike një biznes i cili nuk paguan dot një punonjës 800 euro, pse bën gjithë këtë sakrificë për një punonjës të huaj, pra sepse faktikisht minimumi i pagave në Shqipëri për një profesion sanitare, punonjës i thjeshtë e tjerë, shkon tek 800 euro. Po pse nuk i rrit privati pagën këtij punonjësit shqiptar për shembull, po merr këtë të huaj? Sepse nuk ka. Pra ai që është i rikthyer, pse nuk i arrit pagën këtij që ka për shembull? Patjetër që i arrit. Një profesionist sot, ne mund bëjmë edhe një eksperiment social që ta shikojmë në terren. Një punonjës profesionist e gjen veten dhe prandaj thash të rikthyeri, do ishte mirë që në sondazh të shikoni pak nga janë rikthyer dhe si janë rikthyer. Pra, ata të cilët kanë shkelur ligjin në Angli, ai nuk ka bërë një profesion atje dhe është rikthyer. Ai i cili ka shkuar për azil që thjesht ka pritur, duket keq kur flas kështu, por ne kemi çdo ditë rastet. Pra nuk ka bërë asnjëherë një profesion, nuk e mendon që dhe në Europë ti duhet të punosh. Pra, në çdo vend që të shkosh, që t'ja dalësh, do duhet përdor biznesi emigracioni si konkurrueshmëri, pra sjell këtë që punon me 200 euro dhe ty ta mban pagën 200 euro. Fare, biznesi është i vetmi aktor i cili është më vizionar se gjithë palët e tjera. Nëse politikës i intereson që ta mbaj vendin në një gjendje jo të mirë, se ka mundësi dhe terren, nëse individi nuk ka vizionin për ta parë, një biznes ka kosto për punonjësin e huaj, sepse së pari vetëm nga gjua. Pra merr një individ i cili nuk di gjuhë shqipe dhe është detyruar që ta marrë këtë personin nga jashtë. Nuk është një zgjedhje. Po ja marrim këtë i cili është kthyer, i cili është jo krah pune profesional dhe e përgatisim. Pse nuk bën këtë? Gjuhën e di, familjen e kanë në Shqipëri. Ne kemi kompani që kemi marrë punonjës shqiptar nga Italia, i kemi rikthyer që të punojnë në kompani me paga shumë të mira, sepse janë pagat 1.500 euro në mermer. Dhe në vend që të paguaj një punonjës turk, që e ka 1.500 euro, 100 herë më mirë është që të marrë një punonjës shqiptar. Qëndrueshmëria, një punonjës i cili kthehet dhe është profesionist me një pagë 1.500 euro, do të qëndrojë patjetër sepse ka familjen, ka shtëpinë. Një punonjës turk nuk është se është kaq i lidhur. Pra pse zgjedh biznesi një shtetas turk dhe nuk zgjidh ka një shtetas shqiptar? A bën sens? Sepse nuk ka pra. Ai që është profesionist është rikthyer. Pse në Francë zgjedh më mirë një algjerian se të zgjedhë një francez për shembull? Pse në Amerikë zgjedh një meksikan më mirë se të zgjedhë një amerikan? Në Europë kemi pse në Gjermani zgjedh më mirë një turk se të zgjedhë një gjerman? Në Europë kemi plakje të shoqërisë dhe nuk ka as Europa profesionist. Gjermania nuk e kishte dëshirë të merrte shqiptar, madje në fillim kushtet për të punësuar në Gjermani kanë qenë shumë të vështira për një infermier. Duke kaluar koha, u bë që nuk nevojitet fare as gjuha për shumicën e profesioneve që duhet në Gjermani dhe po lusin që ne t'i dërgojmë punonjës nga Kosova Shqipëria dhe për informacion, për kompani që ne kemi në Gjermani, nuk gjejmë dot infermier nga Shqipëria apo Kosova. Pra dhe infermierët që ikën, që ishin këtu, janë të gjithë të larguar. Tani, në këto kushte që jemë, Jo, do fuzim zonjën Asalla. Çfarë po ndodh në terren zonja Asalla? Pra, në bazë të anketës që ka bërë Austria, ata të cilët kthehen në Shqipëri duan prapë që të largohen. Çfarë i zgënjen këtu? Po, sepse le të themi që faktori i parë që lidh njerëzit me një vend, qoftë ky vendi i tyre është puna. Dhe në momenti që puna mungon, ose nuk e përmbush kushtet që duhet të përmbush, atëherë patjetër do ketë nevojë dhe dëshirë për të larguar. Një nga kategoritë, siç përmendi dhe Suzana, është persona të cilët deportohen, por nuk janë të vetmit. Janë edhe një kategori tjetër të personave që zgjedhin të kthehen me dëshirë të investojnë. Patjetër, nuk diskutohet. Po flasim që ka persona që zgjedhin me dëshirë të vinë në Shqipëri, të investojnë ose të punojnë në Shqipëri dhe presin ose kanë pretendime dhe presin të gjejnë të njëjtin trajtim ose ndoshta trajtime edhe më të mira akoma, sepse po vinë në vendin e tyre për të gjetur një punë me kushte të drejta, me pagesë të mirë dhe çdo gjë tjetër. Tani, kur flasim për kategorinë e personave që janë deportuar, e para që duhet bëhet është që duhet ketë programe reintegrimi. Programi reintegrimit supozohet që do ndihmojë këto njerëz që nëse nuk e kanë një profesion, ta marrin një profesion.
ta marrë një profesion ose nëpërmjet agjensive të formimit profesional, ose nëpërmjet drejtlidhjes me bizneset, se bizneset kanë interes të kenë sa më shumë punonjës. Ato mund të bëjnë kurse trajnimi për punonjësit ndërkohë që cilët nuk kanë asnjë profesion dhe ti marrin dhe ti këpjen afatgjat në vendin e tyre. Sa kurse trajnimi bëjnë bizneset sot? Sot për sot, pak kompani zgjedhin të bëjnë atë që quhet trajnimi vazhdueshëm, jo të gjitha. Pra nuk mund të flasim patjetër me absolute. Nuk mund të themi që 100% e kompanive në Shqipëri apo biznese në Shqipëri bëjnë trajnime të vazhdueshme, apo 100% e bizneseve paguajnë 80.000 lekë. Nuk është 100% e bizneseve. Realisht, është një pjesë e tyre që e paguajnë të pagën mesatare për 80.000 lekësh, shumë shpesh e bëjnë në mënyrë informale, pra japin 40.000 lekëshin në mënyrë formale dhe pastaj pjesa tjetër jepet në dorë, ne këtë e dim, ky është fakti i njohur. Po ndërkohë, pikërisht me këto vendimet e reja për ta mbështetur, për ta çuar përpara këtë, le të themi, më pak informalitet në tregun e punës, do ishte shumë mirë që realisht merret një pagë 80.000 lekë, e cila është formale, mbi të cilat paguan dhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, dhe punojësi ka edhe më shumë siguri dhe ekonomia përfiton. Po, s'mund të presim që në këtë informalitet që ekziston sot për sot, po flasim për dhjetorin e 2025-s, të pretendojmë realisht që 100% e ekonomisë tonë është tashmë duke u rregulluar me një vendim qeverie ose 2 vendime qeverie apo me 7 fushata. Nuk ndodh kështu realisht. Ajo çka ndodh është që nëse e marrim të vendimi sot, do duhet që të gjitha institucionet e linjës të monitorojnë nëse realisht ky vendim po zbatohet në secilën prej kompanive në Shqipëri. Qoftë ky biznes i vogël, biznes i madh, kompani ndërtimi, turizëm, kudo që të jetë. Pra, nëse e bëjnë 5 kompani këtë punë, nuk mjaftojnë për ta mbuluar të gjithë ekonominë shqiptare. Do duhet që të gjitha kompanitë ose të paktën 90% e tyre, dhe kjo është një indikator goxha i madh, po të paktën 90% e tyre ta zbatojnë këtë vendim. Nëse ata nuk e zbatojnë, atëherë nuk do mund të kur të arrijmë kushtet e drejta pune, edhe për ato që janë në Shqipëri, po edhe për ato që vendosin të rikthehen, ose janë të detyruar të rikthehen. Pra, realisht një anketë e tillë na tregon që njerëzit nuk e gjejnë këtu veten në punësim. Sepse në momentin që ti e gjen veten në punësim, arrin pastaj të kesh lidhje edhe me gjërat e tjera që janë në vend. Kaq problematik është tregu i punës në Shqipëri. Me shëndetësinë e gjitha. Tregu i punës është i vështirë, le të themi, në Shqipëri. Nuk është i lehtë. Shumë njerëz zgjedhin të bëjnë 2 punë. Pikërisht për faktin sepse një punë është tashmë e pamjaftueshme që ti të mbash familjen tënde ose të sigurosh jetesën. Çmimet tona janë çmime shumë të larta për një person që ka pag mesatare prej 620 eurosh ose 620.000 lekësh të vjetra. Është shumë pak, realisht, për përballuar qiran ose shtëpinë, kredinë e shtëpisë dhe shpenzimet e përditshme për fëmijët dhe për veten. Nuk mund pretendojmë që të gjithë shqiptarët e kanë mundësinë të marrin një rrogë 800.000 lekë sipër. Jo të gjithë prej tyre. Shumë persona, sidomos në qytetet më të vogla, dhe flasim jo vetëm Tiranën, se Tirana ndoshta të ofron pak më shumë mundësi. Qytetet e vogla kanë gjithmonë më tepër problematika të marrin një pagë e cila është e mirë për t'i mbajtur. Janë rritur pagat administrat, çka do të thotë që shumë njerëz që punojnë administrat tashmë marrin një pagë mesatare e cila mund të rrotullohet rreth 600-700. Ai që punon në Prenjas, punon në bashkim merr një rrogë më të madhe, se është pushteti lokal. Po ai që punon lavazhier për shembull, apo ai që punon hidraulik, i merr këto 800.000 apo 1 milion lekë të vjetra, si është? Për hidraulik më shumë se 800. Edhe në Prenjas apo në Librazh apo diku tjetër. Ne kemi dërguar punojës lavazhier, sepse janë dhe për lavazh nuk gjenden më punojës në Shqipëri, dhe të thash, paga një punojësi të huaj fillon nga 500-600 euro, i shtohen dhe këto kosto dhe shkon një vlerë e lartë. Pastaj, nëse ne do flasim periferin dhe qendër, kosto i jetesës është e ndryshme në 2 zona të ndryshme. Dhe unë e kam më shumë tek përgjegjësia personale dhe mendësia jonë si qytetar. Unë flas gjithmonë për zona që njoh, në Durrës, nëse ti jeton në periferi, unë punojësit e mi kam gjetur akomodim me 150 euro. Një apartament 2+1, që është shumë mirë. Në spital ose në shkozet, që janë 10-15 minuta larg nga qendra. Pra, duhet të kuptojmë që nëse do të jetojmë në Gjermani, Suedi, duam 2 orë që të shkojmë nga qendra tek... Kjo i bie që ta marrën shtëpinë Fushkruj për të punuar në Tiranë. Jo, nuk ta marrësh në një vend periferik të Tiranës. Sa është për shembull në kinostudio një qira? 400, 500, 600. Po pagat janë më të larta në Tiranë. Prapë nuk e mbulojnë atë disnivel që ka me standardin. E para unë jam tek standardi jetesës, sepse në momentin që ne fillojmë dhe krahasojmë Shqipërinë me Italinë, Gjermaninë, unë të thash, unë mendoj personalisht që ne nuk krahasojmë me standardin e jetesës, me arsimin, me shëndetësinë dhe me të gjithë faktorët të cilët e bëjnë ditën tonë, ne nuk krahasojmë dot me vendet e rajonit.
duke që nuk dalë do më thonë mendja ime nuk e çon dot që të krahasohemi me Kosovën, me Maqedoninë, me Malin minimale ka më të ulët se Shqipëria. Suzana, nuk është janë edhe standarde të jetesës të cilat e bëjnë. Mos të mbivendosemi. Një hovë shumë të madh të zhvillimi edhe bën disbalancën dhe duhet të ndjekësh ritmin, që do të thotë nuk rriten rastësisht çmimet në Shqipëri, ke investitor të huaj, ke blerës të huaj, do ta them mund të janë rritur çmimet, sepse ka shumë para. Është temë tjetër, po as ka mban alarmi ky fakt që tregu i punës nuk i mban dot edhe këto të cilët janë deportuar dhe nuk janë krah profesional pune. Pa diskutim që është këmban alarmi dhe zonja e tha shumë bukur që duhet patjetër që qeveria të ndërhyjë në mënyrë urgjente me incentivat që të merret ndoshta edhe personale me gjithë secilin që kthehet që të mund ta kanalizoj aty ku duhet. Dhe është një kamban alarmi, si nuk është tani Suzana sapo e konfirmoi që ne po të çojmë punëtor në Gjermani. Më fal, pse duhet që të bëjmë të shkëmbim punëtorësh ne? Çojmë shqiptar në Gjermani, në Angli, po kapitalizmi e lejon të tregu punës e lejon. Absolutisht, jam dakord, por nëse ti këta profesionist mund të marrësh punëtor nga India të huaj, të shtosh kostot e biznes, sepse për të marrë 20 punëtor të huaj, me kostot e biznesit... Sa e trajnon biznesi këtë punonjësin që ka? Sa shpenzon për trajnim? Sepse ka pak biznese që e trajnojnë në mënyrë të vazhdueshme. Jam dakord, varet edhe nga lloji profesionit i cili duhet të trajnohet. Këto që janë spitale private, sa e trajnojnë infermierin që kanë për ta çuar në konferenca ndërkombëtare që të bëhet më javtë? Sa e bëjnë? Unë mendoj që nuk është se kam një informacion të saktë, po të paktën duke e parë nga jashtë mendoj që çdo gjë varet edhe nga kapaciteti financiar që ti ke, sepse nëse ne kemi, nuk shpenzon ky biznesi sepse bëhet kur punëtori është më eficient dhe fitimet e tua janë më të mëdha. Unë mendoj që bizneset e mëdha që kanë kapacitete financiare për të mbuluar këto trajnime, sepse ne e dim që çdo trajnim, gjithçka që bëhet ka një kosto, një faturë nga mbrapa. Dhe mendoj që çdo gjë varet nga kapacitetet financiare që kanë këto biznese, sepse në rastin konkret ne kemi një spital që duhet infermierin me që nuk kemi infermier, doktorit dhe gjithë të jenë specializuar dhe të trajnuar. Dhe këta po i bëjnë, po problemi është që nuk është bërthama e ekonomisë qarkulluese, nuk është janë vetëm këto bizneset të cilat kanë kapacitete financiare të trajnojnë punëtorë. Ti e bën për eficiencën tënde këtë si biznes. Absolutisht. Por problemi është që në ekonominë qarkulluese në Shqipëri janë të gjitha llojet e bizneseve të ndryshme. Dhe ka biznese të vogla të cilat nuk kanë kapacitete financiare qoftë të rekrutojnë punëtor të huaj, sepse normalisht kosto një punëtori huaj shkon mbi 1.000 euro. S'është saktë e para, dhe e dyta, të sa orë punon ti dhe sa orë punon punojësja që ti ke aty. Ke një diferencë shumë të madhe dhe për te politikës që patjetër duhet bëj dhe duhet marri masa, duhet krijoj gjithë kushtet e nevojshme që shoqëria të jetë në rregull, ne vetë si individ duhet kuptojmë që Shqipëria nuk është më si para 10 apo 15 vitesh. Dhe sa punojësi yt në sipërmarrjen tënde të ndjek në ritmin që ti ke. Pak ose as pak. Sepse krijohet ideja që ti si sipërmarrës ke detyrime dhe punojësi nuk njeh deadline në Shqipëri. Pra nëse ti një punojës i jep një afat, merret si konotacion negativ, ku në fakt Qofse ti e ekonomiste, do paguash statimet në kohë, duhet të deklarohet në kohë. Qofse unë si biznes marr një job X për një mos deklarim, pse financierja ime e merr kaq në kontekst negativ llogari dhënie ndaj meje si biznes, pra duhet që ne vetë të kuptojmë dhe të gjejmë veten, si mund ta gjejmë veten, po le të krijohen disa struktura që këto të deportuarit që besoj janë shumica ata të cilët mund të kenë thyer ligjin, kanë ikur dhe kanë menduar që Europa do të thotë vetëm të fitosh dhe jo të punosh. Le të krijohen këto institucionet sepse kjo është shumë e mirë, ne kemi profesionistë dhe nuk importojmë më dhe është gjëja më e mirë që mund të ndodhë, por fakti është ky që të deportuarit nuk ndodh të jetë profesionisti, sepse profesionisti në Shqipëri kërkohet me lupë. Pra, kërkohet nga sipërmarrja. Zena Salla, na ke sjellë në një emision të kaluar një statistikë shumë interesante, kur Rumania ka hyrë në Bashkimin Evropian, pati rënje të GDP-s. Po bëjmë një lloj parashikimi te ky emision. Çfarë ndodh në çastin që ne jemi gati për të hyrë në Bashkimin Evropian apo ne futemi në Bashkimin Evropian? Çfarë ndodh me balancën midis krahut të punës, emigracionit etj. etj. Ndryshimi i Shqipërisë, mendoj në këtë rast, është që në ndryshim nga Romania, e cila le të themi në vitet e para të hyrjes në Bashkimin Evropian, rreth 3 milion rumun u larguan nga vendi,
Në Shqipëri ka pasur një largim të vazhdueshëm, le të themi një hemorragji të vazhdueshme të punëtorëve dhe të njerëzve në përgjithësi që janë larguar nga vendi për të kërkuar kushte më të mira pune apo jetese. Nuk pritet një numër kaq i madh, por duhet kemi parasysh që lirshmëria në Bashkimin Evropian, të lëvizurit për punë, pa pasur më nevojë për vështirësi të tilla siç kemi ne sot për viza, për leje e çdo gjë tjetër, do ta bëjë që një pjesë e mirë, sidomos e profesionistëve të cilët janë tashmë të trajnuar, të cilët kanë një edukim të mirë, të cilët kanë një universitet ose diçka tjetër, të largohen nga vendi pikërisht për shkak të pagave dhe të kushteve të jetesës. Dhe në kushte jetese patjetër përfshihet edhe arsimi, përfshihet edhe shëndetësia, edhe siguria e jetës. Nëse dikush mendon që ka një pagë më të lartë dhe ka të gjithë këto elementet e tjerë për të jetuar diku jashtë shtetit, do zgjidhet të jetojë jashtë shtetit, në krahasim me të jetuar në Shqipëri. Dhe ne do arrim të shikojmë sot për sot paktën që në Shqipëri ka një shpopullim të zonave rurale, të zonave të largëta, sepse gjithmonë më pak njerëz kanë mundësi të jetojnë në to. Nuk është vetëm çështje dëshire, se çdo kush ka dëshirë të jetojë në tokën e të parëve të vet, por nëse nuk ka një qendër shëndetësore, nëse nuk ka shkolla afër të hapura për fëmijët, nëse siguria e jetës nuk është aty ku duhet dhe nuk ka vende pune, nuk mund të pretendojmë që dikush në një fshat të largët të Librazhit apo të Prenjasit apo të Konispolit të qëndrojë atje, ndërkohë që nuk ka se ku të punojë dhe nuk ka ku të ketë ardhura. Po shikoja realisht ishte Bullgaria që kishte bërë diçka veçanërisht me mjekët. Në hyrjen e Bashkimit Evropian, shumë mjek në Bullgari vendosën të largohen nga vendi për të punuar në spitalet e tjera në Europë, të cilët realisht i paguajnë shumë herë më mirë. Ajo çka bëri Bullgaria është i hapi universitetet e veta dhe hapi programe në gjuhën angleze për të marrë student nga vendet të tjera, duke përfshirë këtu dhe Shqipërinë patjetër, ka shumë shqiptarë që janë shkolluar në Bullgari, për të patur mundësinë të i ofrojë kushtet e duhura që të shkollohen në Bullgari dhe pastaj të qëndrojnë dhe të punojnë aty. Pra për të rritur këtë numrin e mjekëve, infermierëve në personelit shëndetësor përgjithësi në vendin e tyre që u largua për shkak të hyrjes në Bashkimin Evropian. Nuk do jetë lehtë për Shqipërinë, ky tranzicioni, le të themi, i hyrjes në Bashkimin Evropian, kurdo që ai të ndodhi, mund të ndodhi për 5 vite, për 10 vite ose më shumë, këtë ne nuk e dimë, nuk e kemi të sigurt. Çdo gjë varet nga kushtet e tjera, por kurdo që të ndodhi do jetë një tranzicion i vështirë. A është zgjidhje fakti që ne çojmë krahun profesional të punës në Gjermani dhe marrim ata që janë në Sri Lanka dhe i sjellim në Shqipëri? A është zgjidhje kjo? Le të themi që na krijon boshllëqe në pozicione të caktuara, sepse punonjësit që vinë zakonisht nga Azia ose nga Afrika zën pozicione pune, të cilat janë krah pune që përdor zakonisht forcën fizike. Flasim për ndërtime, për turizmin, për këto gjërat e tjera. Por nuk na vjen shumë mjek. Nuk na vjen shumë infermier. Ne rekrutojmë aktualisht në mjekësi, mjek stomatolog dhe shpresojmë sa më shumë. Por nuk është kjo ideja. Unë jam shumë dakord me pjesën që duhet dhe Shqipëria të marrë një masë, se nuk është zgjidhja më e mirë që ti të rekrutosh. Madje duhet të jetë gjendje alarmi për shtetin dhe bie dakord dhe Shqipëria, për faktin që Shqipëria është një vend i frikshëm për nga kriminaliteti, ti zgjohesh dhe çdo ditë ke tritole. Ka një ngjarje të re, patjetër. Që nuk është normale, po Shqipëria nuk është as ky vendi ku s'ka shkolla, s'ka spitale. Po flasim për zonat rurale. Në zonat rurale nuk ka. Dhe themi atë që është, nuk ka qendra shëndetësore, nuk ka mjete shëndetësore. Tash duhet të flasim për një realitet që ekziston në Shqipëri. Shëndetësia është shkon në një spital rajonal dhe shikon se cilat janë kushtet. Spitalet rajonale në Shqipëri, dhe flas për spitalet rajonale në secilin që ne kemi, në Shkodër, në Elbasan, në Vlorë, spitalet rajonale nuk kanë medikamentet e duhura. Pra, Bergji, e kishim të edicionin lajmeve, kishte një statistik. Në 30 vitet e fundit, 40% e popullsisë janë larguar. Nëse kthehen 10% duan të largohen prapë. Mungesë spitalesh, mungesë kushtesh. Kjo është një nga arsyet pse ikin shpesh? Faktori numër 1 është punësimi. Faktori numër 1 është punësimi. Faktori numër 1 është punësimi dhe gjithë të tjerat janë të lidhura me të. Janë variable të cilat ndikojnë nga punësimi. Është punësimi, është arsimi, është shëndetësia, është jo meritokracia, sepse duke qenë që këta shqiptarët kanë jetuar në botën e huaj, mendojnë që pavarësisht se ndoshta ka një gap për 20 vjeçar që kanë ndejt jashtë, dhe në moment që vinë ata mendojnë që këtu është sikur po jetojnë në Gjermani apo në vendet e perëndimore. Por në fakt momentin që vinë këtu, shohin që jo që ka ndryshuar diçka, por problemi është që ka shkuar ndoshta edhe më mbrapsht ato gjëra që kanë qenë. Dhe prandaj mendoj që duan patjetër që të largohen sepse nuk e gjejnë veten në asnjë lloj fushe. Edhe nëse kanë paga të larta, pavarësisht se prap pagat nuk krahasohen, unë mendoj që ka shëndetësia është prap këmbën alarmi, ashtu siç e cituam edhe më parë. Nëse mund t'i marrim edhe si rajon, si pavionet veçanta, marrim rastin e onkologjikut. Kushdo që trajtohet ose diagnostikohet me një sëmundje të keqe ka të pamundur që këtu të shkoj dhe është e pamundur. Flitet për ditë nëpër media.
Kështu që të gjitha këto janë ato të cilat bëjnë jetën tonë. Dhe për fëmijët e mi, unë personalisht nuk dua që ti rris këtu. Duke që në të gjithë këto kalvari që ne kalojmë, pavarësisht se zgjodhem që të jetojmë këtu, unë nuk do doja që deri nesër fëmijët e mi të kalojnë nëpër kalvarin që ne kalojmë çdo ditë. Prandaj është situata e paqëndrueshme. Në pati një event në Astin për sa i përket shtetasve shqiptar që jetojnë në diasporë dhe rikthimin në Shqipëri, nëse do shkonte më tej për te show-offit me disa masa, pra përmirësim çfarë mund të ketë një individ shqiptar që jeton në diasporë, mendoj që do ishte shumë pozitive. Ne kemi sot raste të shqiptarëve të cilët janë profesionistë dhe janë rikthyer dhe ata qëndrojnë, sepse me një pak të mirë në vendin tënd, pa dyshim që ti e zgjedh. Nëse e gjithë nispa do shoqërohej dhe me ndonjë bonus familjar, mendoj që zgjidhja është diaspora për Shqipërinë. Po normalisht duhet të filloj tani që të merren masat në mënyrë që mbas 3 vitesh ne të kemi një pjesë të mirë, sepse jetesa në Greqi dhe në Itali nuk është aq e mirë sa mund ta mendojmë. Ne punojmë në gjithë Europën. Se e kuptojmë, po pse zgjedhin që të largohen sërish? Se mund mos jetë jetesa kaq e mirë në Greqi, po prap zgjedhin që të ikin në Greqi. Mund mos jetë jetesa e mirë në Itali, prap zgjedhin që të ikin në Itali. Kam disa miq dhe mikesha që janë mjek dhe infermier në Gjermani. Një ditë, kjo mikesha po qante me thënë të drejtën, sepse punonte në një fshat të thellë të Gjermanisë lindore. Dhe kishte rrogë shumë të mirë, mjek e përgjithshme. Por nuk vinte në Shqipëri. Dhe të njëjtën gjë thonë mbi 15 miq dhe mikesha që punojnë në Gjermani. Pse nuk zgjedhin që të vinë? Çfarë ndodh? Pse nuk do të punojnë në sektorin e saj, mjek apo mjekë? Atëherë, një mjek sot pagën e ka shumë të mirë në çdo vend dhe në çdo klinik. Ka qenë mendësia më përpara dhe është shumë e rëndësishme mendësia. Në momentin që ne ecim me atë idenë që Europa është më mirë, jo, nuk është më mirë. Po zgjedh të rri larg familjes në Gjermani. E ka bërë zgjedhjen shumë kohë më përpara. Gjuhës në Francë për shembull. Nuk ke miq që kanë shkuar në Gjermani dhe të thonë që shiko, jam penduar se Gjermania nuk qenë ka kaq bukur se sa e mendoja. Kjo është çështja, të gjithashtu tjetër që ke. Mendësia. Ne vetë kemi zgjedhur ta bëjmë jetën në Shqipëri dhe kam shumë herë më të mirë se sa miqtë e mi në Greqi dhe në Itali. Dhe më thonë, normalisht nuk kthehen sepse tash duhet të merren disa nisma që të jenë përkrahase. Dhe kjo është e vërtetë. Pra, diaspora duhet të kërkojë që të rikthehet, të krijohen bonuse për shkollat, pra për ata që janë familjarë, se nëse ke krijuar familje në Itali, je në vështirësi ekonomike, patjetër që do të kthehesh në Shqipëri. Po ku do e kalosh dhe në çfarë shkolle do të shkojë fëmia? Kjo është detyrë e qeverisë pastaj që të bëjë një paketë të plotë për diasporën. Por nuk besoj që do eci me të njëjtat ritme, largimi i shqiptarëve jashtë vendit. Kriza greke solli shumë shqiptarë në Shqipëri, ndërkohë sot i sheh që kanë shkuar të gjithë në Angli, Australi apo diku tjetër sepse kanë pasaportën greke. Pse largojnë? Po marrim një rast konkret që secili njeh dikë. Shumë prej tyre u rikthyen në Shqipëri dhe vendosën madje edhe të investojnë me ato njohuri që kanë marrë andej. Shumë kanë punuar në sektorin e bujqësisë dhe vendosën vinë në Shqipëri, ndërtojmë një ser, mbajmë lektorie të tjera me radhë. Shumë dështuan, sepse u ka munguar mbështetja e veçantë me programe të qeverisë, me fonde që mund t'i mbështesin në punën e tyre. Edhe nëse mendojmë këtë largimin ose rikthimin përsëri në vendet e huaja, një nga arsyet kryesore mendoj unë është mungesa e sistemeve. Vendet e tjera, pavarësisht se nuk janë shumë herë më tepër të zhvilluar ose kanë problematikat e tyre, çdo vend ka problematikat e veta, qoftë këtu Greqia apo Italia që po i marrim si shembull, realisht, por nëse do të shikosh një shembull të mirë të një vendi të vogël me pak popullsi, është Austria. Austria është një vend i vogël, realisht, ka një histori tjetër nga jona, nuk ka lidhje me ne, por ka sisteme që funksionojnë shumë mirë. Dhe mungesa e këtyre sistemeve që lidhen me jetën tonë përditshme, na bën neve që këtu në Shqipëri jetojmë në një kaos të përhershëm. Nëse ne do kishim një sistem shëndetësor për shembull që do funksiononte siç duhej, të gjithë ne që paguajmë sigurimet shëndetësore dhe shoqërore, kur shkojmë në spitale nuk do duhet paguanim në dorë. Ndërkohë që shumica e shqiptarëve, nuk po them 100% se nuk mund të flas për gjithë, shkojnë në spitale private. Shumica e shqiptarëve shkojnë në spitale shtetëror, të cilën e kanë për detyrim që ta marrin shërbimin falas, dhe nuk e marrin shërbimin falas. Tani do të flasim realisht ato që ndodh, ose pastaj flasim në politika e qeverisë, por ajo që ndodh realisht është që ne nuk e marrim shërbimin falas. Ajo që ndodh realisht është që niveli i arsimit ton nuk është aty ku duhet. Universitetet tona nuk janë aty ku duhet në nivelin e tyre. Dhe nuk flitet vetëm për Universitetin e Tiranës, por të gjitha universitetet që ndodhen në Shqipëri.
Nëse ne nuk arrim t'i gjejmë këto gjëra, universitete janë mbyllur në për Shqipëri, duke qenë që nuk ka kapacitetet mjaftueshme për ta mbajtur. Nëse realisht shteti në cilin unë jetoj nuk i përgjigjet nevojave të mia, do të thotë që sistemet nuk funksionojnë, janë disfunksionale. Mungojnë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra. Nëse këto 4-5 gjëra mungojnë, atëherë sistemi nuk funksionon. Dhe në një sistem që cili nuk funksionon, atëherë unë nuk mund të jetoj. Kjo është një zgjedhje që personale që e bën secili. Dikush zgjedh që jo vetëm për këto gjëra, por sepse pikërisht do një pagë më të mirë dhe zgjedh shkoja e shtetit. Është gjithmonë e mirëpritur, gjithkush është i lirë ta bëjë një zgjedhje. Por nëse kjo zgjedhje është e detyruar ama, atëherë po flasim për një shpopullim, le të themi, të qëllimshëm. Për çfarë arsye po largohen njerëzit? Që kjo është gjeneza. Ndalemi në një hapësirë reklamash dhe do të vim sërish nderuar teleshikues. Rikthehemi të nderuar teleshikues në këtë pjesë të dytë, po flasim se i përket një sondazhi austriak ku gjysma e emigrantëve të kthyer në Shqipëri duan që të largohen sërish. Do të ndalim tek ajo që tha zonja Asalla në mbylljet pjesës së parë. Jemi në kuotat e shpopullimit? Kemi disa vite, sebi që ne jemi në kuotat e shpopullimit, sepse normalisht ky shpopullim do ndaloj duke qenë që këtu ka vetëm mosha e tretë. Nuk është se do ketë pas 2-3 viteve, nuk është se do ketë ndoshta brenda një dekade, nuk është se do ketë të tjerë që të largohen, duke qenë se pothuajse të gjithë janë larguar. Popullsia e Shqipërisë, sipas Instatit, aktualisht është 2.4 milion banor. Megjithatë, unë nuk e konsideroj që kjo shifër është totalisht e sakt, kështu që ndoshta te 1.8 të 2 milion jemi. Dhe është e sigurt që ne jemi në grahmat e fundit. Prandaj mendoj që qeveria në bashkëpunim me të gjithë entet e tjera duhet patjetër që të marrë politika që ne që jemi këtu të na mbaj këtu. Se si duhet patjetër ajo që dhe kjo është një situatë emergjente. Që mos të ikim edhe ne që jemi në këtë studio, mos të emigrojmë. Biznesi i madh dhe biznesi i vogël thot ti nuk je krah profesional pune, kësaj ka më të lirë që të marr këtë që vjen nga jashtë. Pse duhet ta ndalojmë këtë lloj aspekti? Pra në vetvete qeveria mund të thotë unë dua të ndërtoj një politikë të tillë mbi një bazë kombëtarizmi etj. Biznesi i madh thot, dëgjoj thot, ky është krah më i mirë profesional pune nga Filipina, nga Sri Lanka, pse më kushtozon thot, unë dua të fitoj para. Kjo është e vërtet, por në momentin që unë të thash, shpopullimi ka qenë duke qenë që bizneset, ndoshta edhe nga kushtet, jo nga fitimi tepër, por ndoshta edhe nga kushtet e tjera të brendshme, e kanë pasur të pamundur që t'i trajnojnë dhe t'i mbajnë shqiptarët në punë. Por, tani të jemi realist, edhe shqiptarët, sidomos krahu i punës, nuk është se kanë edukatën ose etikën e punëtorëve të huaj. Edhe shqiptarët kur shkojnë në përvendet huaj janë shumë më punëtorë dhe shumë më korrekt, duke qenë sepse atje funksionon ligji. Pse një shqiptar në momentin që shkon në një vend perëndimor është shumë më punëtor, shumë më fitimprur, sepse fundi muajit nuk të lejon që ti të dalësh nga ato shifrat të cilat i ke të planifikuara. Dhe ndoshta edhe me punëtorët e huaj të cilët i rekrutojmë në bizneset, ndodhe njëjta gjë, ata që vinë në vendin tonë janë shumë më punëtor, shumë më të përgjegjshëm, duke qenë që ata funksionon ligji. Dhe ata e zbatojnë ligjin. Ne shqiptarët kemi 35 vite që nuk po e gjejmë veten dhe normalisht është edhe mendësia personale. Duhet patjetër që... E zgjidh rritja e rrogave që thot kryeministri? Mund ta ndihmoj, po nuk mund ta zgjidh 100%. Për aq kohë sa ekonomia nuk është formale, në pjesën më të madhe të saj, nuk mundet që vetëm rritja e rrogave të ndikojë dhe ta kthejë, le të themi, këtë që kemi sot për sot. Do ndikojë, siç ka ndikuar deri sot. Realisht rritjet e fundit të rrogave që janë bërë kanë ndikuar edhe tek bizneset, edhe tek rritja e rrogës mesatare, edhe tek rritja që është bërë në administratën në vende të tjera. Por duhet kemi parasysh që kosto e jetesës rritur në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë galopante madje në Shqipëri. Dhe çmimet tona, duam po s'duam, nuk doja të bëja krahasim, por realisht çmimet tona janë shumë europiane në krahasim me rrogat tona që nuk janë as pak europiane. Dhe kjo 80.000 lekë që jo në muaj, qoftë aq, do shpresoj të jetë aq, po e di shumë mirë që për shumë njerëz nuk është 80.000 lekë në muaj, nuk mjafton gjithsesi, pavarësisht se është një rrogë mesatare. Le ta zëm dhe ta marrim për të mërqen që le të themi 100% e shqiptarëve marrin të paktën 80.000 lekë në muaj. 80.000 lekë në muaj nuk janë të mjaftueshme për të jetuar në Shqipëri. Nuk janë të mjaftueshme. Nuk janë të mjaftueshme. Pra për rroga mesatare nuk tregon që është një rrogë... Përveç se faktit nuk e marrin të gjithë rrogën mesatare. Po pra, është një rrogë mesatare, por nuk do të thotë që është rroga normale në Shqipëri 80.000 absolutisht. Atëherë, unë mendoj që duhet ecim pak me kohën dhe në gjykimin tim do të thotë çdo palë merr përgjegjësitë e veta. Së pari, biznesi, fasoneria ka abuzuar në mënyrë maksimale me punojësit dhe tani po merr kusuri.
Para shumë viteve, në fasoneri, në 150.000 lek, në qëse kishe pagën 300, ka pasur kompani që kaloni në bank 300 dhe ja rimernin punojësit, dhe janë reale. Në me thënë, evazioni, pagesa shumë tulta për punojësit të cilët ishin eficient. Pra, biznesi tani po shion ato kushte që ka kryuar vetë. Po frytet. Po merë frytet e çfarë ka bërë kohë më parë. Politika ndërton sisteme dhe këtu jemi dakord. Tani hapi më i madh pozitiv që unë mendoj është lufta kundër korrupsionit, se aty lind të çdo gjë. Momenti që ti ke çarje të strukturave shtetërore ku kalojmë në individ shumë të rëndësishëm që futen në burg, ky është hapi më pozitiv dhe duhet ta lëm pak hipokrizin që në qeverinë e pas kemi pasur shumë korruptuar. Ne e dim çfarë përbën pozitive, do thot që po e lë sistemin që të vlerësoj korrupsionin dhe të funksionoj. Kjo i përket politikës që duhet të ndërtoj sisteme. Biznesi duhet të mendoj se si të trajnoj punojësit, si ta bëjmë më të kënaqur. Dhe individi duhet gjithashtu të ndërgjegjësoj që në asnjë vend në botë të mos ketë iden që do iki në një vend evropian dhe unë do gjej parajsën. Nuk e gjem. Do duhet të investosh shumë tek vetja, do duhet që të rritesh profesionalisht dhe ti përshtatesh tregut, sepse ne jemi duke ndjekur disa direktiva të BE-s që sipas raporteve ata thonë që janë pozitive. Pra hapen kapitujt dhe çdo gjë tjetër. Do jesh konkurrent në kompaninë tënde me një kompani europiane që të mbyt në qoftë se ti nuk e atë ritëm. Dhe në qoftë se ty punojësi shqiptar, të vjen me atë mundësinë pritë se ne shqiptarët e nisim kafen në orën 9 dhe pastaj duhet se unë ty të njoh, ma fut pak në punë. Dakor, ky është problemi punojësit. Po problemi sipërmarrësit në krahun tjetër, kur ky sipërmarrësi shpenzon për ta trajnuar punojësin e vet. Dhe ky sipërmarrësi shqiptar nuk shpenzon për ta trajnuar punojësin e vet. Por nuk e di pse të shkrijuar ideja që është zgjedhje. Nuk janë punojësit e huaj zgjedhje për sipërmarrësit. As për mua që jam agjenci punësimi, dëshira ime dhe fitimet e mia janë njësoj si për punojësin shqiptar dhe për punojësin e huaj. Çfarë ndodh kur unë marr një kandidat shqiptar dhe është 20 vjeç? Pra nuk po them për një kandidat që ka pasur histori të vështirë jetese dhe nuk di të përgjigjet. I them e ke intervistën të premte në orën 9. Nuk do njon fare të hapi telefonën të premte në orën 9. Pra të gjithë ne së pari duhet të trajnohemi edhe për etikën në le të themi që te komunikimi që ti duhet të kesh. Pra, individi duhet mendoj çfarë mund të bëj unë si të përshtatem unë në këtë treg pune. Dhe të themi që Shqipëri nuk ka kërkesë për punonjës është absurde. Dhe të themi që nuk janë rritur pagat është prapë absurde. Le të themi që çmimet janë të larta, jam dakord dhe okej, le të luftojmë që ne të kemi pagat më të larta. Po të gjitha palët mbajnë përgjegjësitë e veta, nuk mund të thuash ti unë si individ ja vë fajin tani Edi Ramës dhe politikës se nuk po më bën këtë. Unë, a jam duke funksionuar shumë mirë në një biznes privat në Shqipëri? Dhe nuk kam vetëm këtë, kam dhe një biznes tjetër, dhe nuk varem fare nga politika. Më ndikon negativisht kur dëgjoj kriminalitet, normalisht, dhe kjo gjë është e frikshme, por gjithmonë jam munduar dhe kam qenë korrekte me palët e tjera. A duhet të rinj të mësohen pak me etikë profesionale? Po sërish, pse zgjedhin që të largohen 13% të punësuarve në 3 vjet janë larguar? Pse zgjedhin prapë që të largohen? Pra e kuptoj mu rritën rrogat, kanë këto kushtet më të mira, hidrauliku fiton më shumë etj etj. Pse zgjedh prapë që të largohet? 13% kemi sondazhin e Eurostatit, në 3 vjet ikën 13% e të punësuarve. Pse zgjedhin prapë që të largohen? Të thash, mjedisi dhe të këta të punësuar... Se ky që nuk të hap telefonin në orën 9, në Gjermani apo në Francë, hap telefonin. Do të thënë, pse ndodh kjo zonja Asalla? Ajo që po mendoj dhe realisht këto përqindje flasim për kategoritë ndryshme, po është pak e frikshme të mendosh që tani po zgjedhin të largohen jo vetëm persona që s'kan asnjë zgjedhje tjetër në Shqipëri. Po zgjedhin të largohen persona që këtu janë të edukuar, të shkolluar, janë edhe në punë të mira, pra mund të jenë 2 mjek, edhe ato zgjedhin të largohen përsëri nga Shqipëria. Dhe kjo është e frikshme për shtetin vet, po edhe për njerëzit që jetojnë këtu. Do të thotë që këto 2 persona, të cilët kanë pagesa të mira, kanë para në duar, zgjedhin njësoj të largohen si një person i cili nuk ka asnjë pagesë ose ka një pagesë shumë të vogël në Shqipëri. Çka do të thotë që mungojnë pjesët e tjera të sistemet. Për mua këtu, zgjedhja kryesore e këtyre prindërve të cilat i kanë mundësitë ekonomike është se zgjedhin të shkojnë në një vend tjetër në cilët fëmijët e tyre të marrin një edukim më të mirë.
një edukim më cilësor dhe të kenë mundësi të shëndetësisë, të mbështetjes, të sigurisë së jetës që nuk ekzistojnë në Shqipëri, ose që janë të pakta në Shqipëri. Pra nëse largohet ka kategori dhe flasim për mjekët, për gjyqtarët, për mësuesit e të tjera, do të thotë që po na largohet i gjithë truri nga Shqipëria. Në mos i gjithë një pjesë e mirë e tij. Edhe kjo ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme tek pjesa tjetër që shndron në Shqipëri. Ka më pak hapësira dhe ka më pak profesionist dhe këto nuk do mund kursesi 100% mulohen nga kushdo që marrim ne. Ne mund të marrim, rekrutojmë përsëri mjek. Në këtë cikël ne varfrohemi apo pasurohemi? Ne varfrohemi, patjetër që varfrohemi. Varfrohemi si vend. Patjetër që po. Dhe si e sheh të ardhmen? Duhet patjetër, unë e thash edhe historikisht i më shoj kësaj që duhet patjetër që qeveria me incentiva të ndryshme të marrë masa emergjente që të na mbajë ne këtu. Sepse kjo është më vërtet një situatë alarmante, duke qenë që në momentin që po e shef që po emigron edhe truri, është më vërtet situatë alarmante. Ti mund, siç e tha edhe zonja në fjalë, ti më vërtet mund të mundohesh që të mbulosh ndoshta 1% të saj me punëtor të huaj, por problemi se shumica e punëtorëve të huaj ne na shohin edhe si vend tranzit, që duan të rinë këtu 6 muaj në një vit dhe të kalojnë pastaj në vendet e perëndimore aty ku e kanë çunimin. Duke qenë që un jam në pjesën e sipërmbajtjes, nuk më ka ndodhur dhe me punëtorët e huaj, që na kanë parë vetëm si një urë kalimi. Dhe kjo është një problem. Prandaj, unë po i mshoj pjesës që qeveria, patjetër, sepse në momentin që ne shohim që korrupsioni është galopant, edhe një i huaj, një shqiptar i cili ka jetuar dhe do që të investojë, këtu nuk është i sigurt. Në asnjë lloj në format më të vogla të investimit nuk është i sigurt për ta bërë atë investim. Ne sapo thamë edhe eksperiencat tona personale, gjithë kemi emigrant. Dhe unë aktualisht kam biseduar për të tërhequr bizneset të cilat janë, mund të them, ndoshta me shifra marramense në botën e huaj, dhe gjëja parë që mua më thonë është nuk jemi të sigurt që të vim të investojmë në Shqipëri, sepse nuk ka meritokraci. Në përzgjedhjen e tenderave, në përzgjedhjen e punëve, është e grupuar vetëm në një 10%. Ku do ta gjej një biznes ndërtimi i sapo ardhur? Ku do ta gjej veten nëse çdo gjë citohet me mesazhe? Nëse fituesi përfundimtar me mbi 200 milionë euro citohet me mesazhe. Kjo është situata, ky është realiteti që ne jetojmë. E qartë. Faleminderit që u kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit që u kisha në studio. Faleminderit që u kisha në studio. Kënaqësi gjithmonë. Zënia Zotrinju, faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.